Shtrëngtimi i lëndëve djegëse, një bazë kryesore për punimin e tokave bujqësore, ka sjellë kosto shtesë dhe zvogëlim të sipërfaqeve të mbjellave në fshatin Topoj të Fierit. Fermerët pohojnë se rritja e çmimit të naftës në kohën e punimit të tokës, shoqëruar me subvencione të pamjaftueshme, i ka detyruar ata të lënë djerë tokat e tyre dhe ato të marra me qera. Ka ndikuar shumë. Unë jam një fermer jo shumë i madh, zotroj 40 hektar toka me qera, edhe unë subvencionimin e naftës marr vetëm për tokën time. Aplikim të vetë të bëj për 40 hektar nuk bëj se s'kam certifikatet e tokave që kam marrë me qera. Dhe unë dal me minus. U rriti nafta vajti supra me 27. Unë 40 hektar po e blej pleun, po ja hedh tokës. Ata nuk më japin mua subvencionimi sipas plerave që blej unë, sipas naftës që marr unë. Po më japin vetëm për tokën që kam. 1,5 hektar. Kjo për mua nuk është ndihmë shteti. Bujqësia ka vajtur zero, qumshin nuk po na marrin. Unë kisha ndërmend të mbillja 20 hektar misër si vjet. Se vjet pata 15, të bëja 20. Tani do mbjell 10. Fermerët pohojnë gjithashtu se kjo situatë pritet të sjellë paksim të prodhimeve vendase dhe çmime më të larta për konsumatorin. Me naftën rrit plerat, rrit çmime e shportut, tamateve këto, ndërsa bujqësia ka vajtur në kolaps komplet. Me plerat, me farën atë. Populli se përballon dot. Ndërkohë, sipas tyre, janë të pakt ata fermerë që zotërojnë makineri bujqësore, por që nuk u leverdis të punojnë tokat e bashkëfushatarëve me këtë çmim nafte. Po na ja ku kemi kopa shumë po i lan njerëzit tani, me këtë naftë që vajti kush ku ka leverdia ta punosh. Me këtë naftë lan njerëzit gjitha. Nëse vijon me këto ritme? Jo, falementoj çdo gjë dhe ne drejta se jemi dishesim, çfarë do bëjmë? Ç'i duam? Çfarë do? Po s'po i merr njëri edhe do të dishesë kush di marri. Ulja e sipërfaqes së kultivuar do të sjellë një rritje të çmimeve? Po ja, unë për shembull misër pata 8 hektar po mbjell si vjet. Unë do ta ul se ata thonë më hidh misër lopës. Del me ato hoksin që janë këto gjëra, ata thonë më hidh unë pse dua misrin, po si valla lopës. Nëse kjo situatë do të vijojë, humbjet do të jenë të jashtëzakonshme, thon fermerët, dhe tokat do të mbesin të papunuara dhe te kulturat e tjera, duke përkeqësuar edhe më shumë situatën në bujqësi, e cila edhe në kushtet aktuale është në kolaps të plotë.